besuar gjallë. Ditën e sotme festojmë Apostull dhe Ungjillon Marku, quaj ndryshe dhe Joana. Ishte i biri një gruaje të devotshme të Jeruzalemit, Maris, e cila u afroi shtëpinë e saj apostujve si bën ledhje dhe lutje. Shën Petro e shkonte shpesh atje dhe kishte dashuri për Markun e ri, të cilin e mësoi në besim, e pagëzoi dhe e konsideronte birin e tij. Ai ishte edhe i afërt Apostulli Marku, ishte edhe i afërt i apostullit Barnabas, i cili e mori me vete kur u nis në Antioki bashkë me Shën Pavlin. Gjatë këtyre udhëtimeve apostolike, Marku ndihmoi me përgjegjësinë e predikuesit, duke kujdesur për nevojat e tyre materiale dhe duke përvetësuar mësimet e tyre. Gjatë robërisë së dytë të Pavlit, ai shkruan te Timoteu në letrën e Timoteu dhe rekomandon ta sillte Marku me vete. Ja si shpejt, merre dhe sillte Marku me vete sepse më është i vlefshëm në punë. Në vitin 65, Marku rigjeti përsëri apostull Petrun në Romë, në kohën kur apostulli Korifej u bësh i gati për martirizim. Rezatimi i mësimit të Shën Petrus i kishte lënë gjurmë të tella në krishterët e rinj, të forca ndriçuar të Romës, ndaj dhe ata i lutën Marku të shkruante këtë doktrinë hyjnore. Dhe ai, pasi mori miratimin nga zbulesja hyjnore dhe në marrëveshje me Petro, nisi të shkruante dhe përmblodhi në mënyrë koncize e plot jetë një rrëfim të veprave dhe të fjalëve të shpëtimtarit, konfirmuar nga predikimi i Korifejve dhe apostujve. Pra, shkruajti Ungjillin sipas Markut që kemi ne sot. Kur e kreu këtë vepër, pra e përfundoi, Shën Pjetri e dërgoi në Egjip atë për të shuar lajmin e mirë. Kur zbriti në Aleksandri, u këput sandalja gjatë rrugës dhe ju detyrua që ta rregullonte një këpucar, i cili kishte emrin Anian. Këpucari u çudit shumë kur pa fytyrën rezulluese të apostullit, lagjit përën dhe thiri, një perëndi vetëm ekziston. Shën Marku i shëroi atë në plagë dhe e shpytëzoi në rast për t'i mësuar për të vërtetën për perëndinë e vetme. Nga ai moment, Aniani shquhoi këpucari, e dëgjoi me vëmendje fjalët e jetës dhe pasi u pagëzua bashkë me familjen Lazanatin dhe çdo lidhje tjetër me botën dhe u bë bashkëpunëtori i afërt i apostullit. Në Aleksandri, në një qytet të madh, metropoli paganizmit dhe kulturës, fjala e apostullit e thjesht pas bukurimit të kodë e retorik me botëshe, gjëmoi si bubullim dhe mrekullitë e tij konfirmuan fjalët e psalmistit që thotë: Zoti do të hapë gojën atyre që shpallin lajmin e mirë me një fuqi të madhe. Në emër të Jezusit, dritës së botës, ai ktheu shkrimin një të vepri dhe solli shumë të sëmurë dhe modernizuar, me të cilët vendoste duar të lështonë. Pas këtyre mrekullive të kryera marrë fuqisë Perëndis, vetëm në një ditë, u kthyen në krishterë dhe u pagëzuan 300 paganë. Ashtu si Krishti, edhe apostulli Marku ngjalli të birin e një vejushe, e cila ra për tokë në këmbë të veçar me lopë, kur turma pa djalit të ngrihet i ri, nuk ka perëndim të vetëm Krishti, të cilin e predikon Marku. Fara ungjillore që ai nisi të përkapte, filloi të jepte frytet e para. Kështu Marku organizoi rregullat e para liturgjike të Krishtit në Egjipt. Dorëzoi Anianin, pra këpucarin që folën pak më parë, e dorëzoi atë në episkop të Aleksandrisë si dhe 3 prindimës, 7 diakon dhe 11 klerikë të rangjeve të ulta. Dhe pastaj vazhdoi misionin e tij më në perëndim. Gjithashtu, gjatë jetës së tij, ai
shëroi edhe një djalë të verë, pra i riktheu shikimin në syve. Prindrit e tij ishin shumë të pasur dhe u gëzuan shumë. Në momentin kur thanë se djali filloi të shkonte, i afruan një shumë të madhe të kollash. Por Marku nuk i pranoi, duke thënë, hiri i Perëndis nuk shkëbej me para dhe kërkoi kavalin të varfër. Shumë njerëz u kthyen në Krishterë duke parë këtë mrekulli. U do ku shkonte për haprat e dritën e ungjillit, u do ku shkel. Një natë, ju shfaqi një vizion dhe urdhroi që të shkonte përsëri në Aleksandri për të përfunduar misionin e tij. Me gjithë lutjet dhe përgjigjimet e të sapërkryer në livet të shpirtëror, të sapërkryer në besim, që doni ta marrin pranë vetes atin dhe mariun e tyre, apostulli i frymëzuar nga një vizion, u bëj ditur se do të mbuloste misionin e tij në lavdinë e martirit, udhëtoi për në Aleksandri. Kur ngriti atje, admiroi përparimin e udhëzimit që ishte bërë gjatë 2 viteve të mungesës tij. Megjithatë, paganët dhe judetë nuk e donin suksesin e madh të nxënësve të Krishtit dhe kërkonin rast për t'i ekzekutuar ata. Në një vit, kur kritimi i Pashkës përfittoi me një datë me celebrimet e një feste pagane kënore, që paganët e Aleksandris e celebronin me shturit të turqme, ata shkuan kapën shejtorin kur po kryente liturgjinë kënore. E të shuan deri në amfiteatër, ku ndodhi guvernatori dhe akuzuan se kryente rite magjike. Apostulli u përgjegj me qetësi, i gjithë akuzave të bëra nga urrejtje dhe smira dhe ekspozoi se s'kishte zakon me pak fjalë. Guvernatori i habitur dhe në pamundësi për kundërshtuar argumentet e tij, u kthye nga turma, ashtu sikur se dëpon Pilati u kthye pred Zotin tonë Jezu Krisht. Pra guvernatori u kthye nga turma dhe kërkoi nga njerëzit se çfarë duhet të bënte me Markun. Disa të risnin se duhet bjekë në radetit, të tjerë që përvite me gurë, si përfundim, e rakë në mënyrë barbare me kamzhik i shkyen një tyrë, pastaj turma mori trupin e sfiditur, e lidhi në litar nga këmbët, edhe filluan të treshin zvargjet një ditës në për rrugë dhe qytetit, duke vaditur gurët dhe tokën me gjakun e apostullit. Në mbrëmje e mbyllën në burg, kur në mesnat atje erdhi një engjëll të ta ngushtuar. Ditën e nesërme, xhelatët e lidhën me litar, e tërhoqin si një ditë më parë, deri në një vend të tjerë të pushtetit, që quhet Ulok, ku gjeti vdekjen. Atëhera ishte vetëm 57 vjeç. Paganët dëshironin që ta ndiqnin trupin e tij që të mos mbeti asgjë, por një stuhi e fortë e detyroi ta mbante dhe i lejoi krishterët të merrnin të varrosin atë në një varr mishkë. Më vonë, si përvari të apostullit të shenjtë, u ndërtuai një kishë, e cila u bë kryeqendra e shpestaristëve krishterë. Në shekullin e 9, trupi i Shën Markut u transferua për në Venecia, në bazilikën e famshme që është ndërtuar në vendin e tij. Shën Marku festohej gjithnjë në 25 prill. Ashtu sikur se shëngjegji, nëse dita e Shën Markut do të jetë para Pashkës, do të festohej ditën e madhe të Pashkës. Me ndërmjetësimet e apostullit dhe ungjillor Marku, në Shirona, në Shpirona,